Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, do të flasim ose do të komentojmë një sure që është e shkurtër, i ka 18 ajete, quhet suratu Taghabun. O surja 64 me renditje në Kur'an, në mushaf, ndërsa ka zbrit në Medinë. Më thonë kanë bëjt 3 ditë Ramazan. Sot është e njëjtë e xhumë dhe e shtunë. E brenda 3 ditëve nga 6 ajete do të komentojmë për ditë inshallah. Sot do të komentojmë 6 ajetet e para të surës At-Taghabun. Allah subhanahu wa taala fillon me ajetin e parë dhe thotë yusabbihu lillahi, e madhërojnë, jusë tasbih, të fjala tasbih, për shembull subhanallah, kur thua subhanallah, yusabbih, do të thonë edhe madhëron Allah subhanahu wa taala. Kush e madhëron? Yusabbihu lillahi ma fi samawati, gjithçka që ka në qiell, wa ma fil ard, edhe gjithçka që ka në tokë. E madhëron Allah subhanahu wa taala çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Lahul mulku wa lahul hamdu. Allahut I takon pushteti, Allahut I takon pushteti dhe Allahut I takon falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, edhe Allahu subhanahu wa taala është I plot fuqishëm për çdo gjë. Allahu xhaleshanu është I plot fuqishëm për çdo gjë. Të dashur vëllezër, kam nxjerr disa dobi nga ajetet në atë që e kanë thonë ose e kanë komentatorët e Kur'anit të mëhershëm, Ibn Kathiri, Imam Kurtubi o kështu me radhë. Ajetet tash do të mundohemi ta shtjellojmë pak. Çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Çdo gjë që është në qiell dhe në tokë e madhëron Allahu subhanahu wa taala. Që nuk hinë vetëm njerëzit, meleke, gjine, lloj krijesa që I shohim dhe nuk I shohim. Të gjitha krijesat e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj mirë, krijesat po çdo që nuk kanë shpirt, edhe ata e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Edhe guri, edhe pemt bëjnë tasbih, e madhërojnë Allahun subhanahu wa taala. Por ne si njerëz nuk e kuptojmë se si mundet me ndodh ajo. Kjo është normal. Domethënë ne si njerëz ende s'kemi arrit ta kuptojmë se si krijesa tjera të pa shpirt mundën me madhëru Allah subhanahu wa taala. Një ajet tjetër që e përforcon ose e argumenton madhërimin dhe Allah subhanahu wa taala, thot Allahu në Kur'an, wa in min shay'in illa yusabbih, nuk ka asgjë në këtë botë që nuk e bën tasbih ose nuk e madhëron Allah subhanahu wa taala bihamdihi, edhe e lavdron Allah subhanahu wa taala, edhe e madhëron Allah subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Mirë, ne ju nuk mund ta kuptoni se si ndodh madhërimi. Domethënë me këtë ajet Allah subhanahu wa taala na tregon se domethënë guri e falënderon Zotin, e pema, e druri, e kodra, e liçeni, e uji, gjithçka. Mirë po thot ju nuk mund ta kuptoni. Ky ajet në surën Isra që e përforcon ose e shtjellon, argumenton ajetin që e dham më herë. Lahul mulku wa lahul hamdu. Të ndërshëm vëllezër, ne dim që në këtë botë ka njerëz shumë të fuqishëm, shumë të fortë, që janë mbret, janë kryetar, janë. Mirë po Allah subhanahu wa taala është absolut. Lahul mulku, do të thonë Allahu subhanahu wa taala I takon pushteti. Ka pushtet. Ka njerëz që janë të pushtetshëm. Në botë, shumë të fortë, kanë qenë përpara shumë të fortë. Do të vinë njerëz që do të jenë shumë të fortë. Mirë po prapë shumë pak. Asgjë hiç në krahasim me pushtetin që ka Allah subhanahu wa taala, por çka ka Allahu I takon madhërimi,
Ola ulhamdu, dhe Allahu t'i takon lavdërimi. Allahu dhe shano e meriton ta lavdërojmë ne si njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Elhamdulillah ala kulli hal. Pa marrë parasysh në çfarë gjendje jemi ne, duhet me falëndëru Allahun dhe shano. Nëse jemi mirë, themi falënderimi i takon Allahut. Por nëse jemi në zor, nëse kemi probleme, prapë themi falënderimi i Allahut subhanahu wa taala i takon Allahut se ka pas mundësi me qenë më të ndaja problemet. Apo, shembull, e ke një smundje, mi thua Allah, falënderimit qofti se ka pas mundësi, alo më shumë edhe më keq smundje. Si do qoftë, se cilin aspekt ne kemi për detyrë dhe obligimi falënderu Allah subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ajeti, do më thonë ajeti i parë, tash fundi ajetit, Allahu është i plot fuqishëm në çdo gjë. Nuk ka mundësi Allahu të ikë diçka. Nuk ka mundësi. Por as ka të ndërshëm vëllezër, çka do që ndodh, nuk mundet me ndodh pa diturinë e Zotit, pa dëshirën e Zotit, pa dashur Allahu asgjë nuk ndodh. Ta dini këtë. Qoftë e mirë apo e ligë. Historia e sahabijut Ebu Dher al-Ghifari me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, një ditë Ebu Dher al-Ghifariu e pyeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o i dërguari i Allahut, cilët janë fjalët më të dashura që Allahu i don prej neve mi tham? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Subhanallah wa bihamdihi. Këto dy fjalë do në Zotit shumë. Subhanallah, do më thonë e me madhëru Zotit, wa bihamdihi, wa me falëndëru Allah subhanahu wa ta'ala. Të ndërshëm vëllezër, disa mësime nga jeti i parë, do më thonë mësimi i parë është se Allahu është i madh. Allahu ekber. Allahu është më i madh, nuk ka mbi atë. Do më thonë me madhëru, me madhështu Allahu xhaleshanu. Pushteti, fuqia absoluti takon Allah subhanahu wa taala. Fuqia Allahut është e pakufishme, nuk ka fund. Detyra jonë si njerëz me falëndëru Allah subhanahu wa taala dhe me madhëru Allah subhanahu wa taala. Ajeti i dytë thot: huwa alladhi khalaqakum. Allahu është ai i cili ju krijoi. Fa minkum kafirun, edhe do të ketë nga ju njerëz që do ta mohojnë Zotin, do të thonë do të jenë qafira. Wa minhum mu'minun, edhe do të ketë nga ju njerëz që do ta pohojnë, do ta besojnë Allah subhanahu wa taala, do të jenë besimtar. Wallahu bima ta'maluna basir. Dhe Allahu xhaleshanu e shef më së miri atë që ju e punoni. Të ndeshëm vëllezër, Ibn Kathiri, edhe disa dietar tjerë thonë: huwa alladhi khalaqakum. Ibn Kathiri këtë rast thot: Allahu subhanahu wa taala njeriu e krijoi nga asgjëja. Allahu xhaleshanu e ka sjell thot njeriu pa qenë, edhe pa pas nevojë për ndihmën askujt. Interesante. Po në bota si funksionon tash? Keni pa kur i dhënohen shtetet ndërmjet vetë, i vendon njëri tjetrit embargo. Pse? Se ti pa atë sën ban, ai pa ti sën ban. A jam i qartë? Do më thonë ne, sa do që jemi të fortë, prap diçka në mungon që duhet me bërë në shtetin tjetër, ose të një popull tjetër. Ndërsa Allahu xhaleshanu në asnjë rast, në asnjë moment nuk ka nevojë pa asnjë ndihmë. Gjithë çka që thot bëhu dhe bëhu. Dhe krijimi të ndërshëm vëllezër është dëshmi absolute për pushtetin e fortë që e ka Allah subhanahu wa taala. Çka përfshin krijimi? Për shembull, përfshin trupin, e përfshin shpirtin që nuk e shohim, e përfshin mendjen, e përfshin dëgjimin, e përfshin çile. Ka dallim veshi edhe në dëgjimi. Jam i qartë. Se veshin mundesh me e pas, për nuk ndëgjon. A mundet me ndodhë kjo, po?
Për shembull, siri edhe me pa, shumë ka dallim. Zemra edhe imani, shumë ka dallim. Nuk sa njeri ka zemrën s'ka iman. Sa njeri ka sytë nuk sheh. Sa njeri ka vesh dhe nuk dëgjon. Dhe gjithë shka tjetër që kemi brenda trupit tonë. Allahu Gjeleshane ka kriju në mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Pash, Allahu Gjeleshane ka kriju, asë gjanë s'kemi pagu, apo, asë një cent se kemi dhanë, edhe prej njerëzive ka që e besojnë, edhe nuk e besojnë. Feminkum kafirun, wa minhum mu'minun. Këtu tash vjen problemi. Allahu të gjithëve na ka kriju, s'ka nevojë për ne, nuk na ka pyet neva duam as duam, mirë por ne tash kena nevojë mi shtjellu dhe mi ditë punë. Pse me qenë mohues, pse me qenë mosbesimtar? Pse me humbë? Duke pas parasysh që mund me fitu. Më mirë me qenë besimtar e me madhuru Zotin se me qenë kundër Zotit. Ki pa në këtë botë. Rallë herë ka njeri që del kundra krijetarit. Këtë e dim që, për shembull, nuk kanë rregull të qka me folja, ase i në burg. A sa lehtë dalim kundër Zotit. Sa kollaj dalim kundër Zotit. Dhe më thonë, nuk e them rregullin e shtetit, ose që në rregull, nuk po them që duhet me thi rregullin, s'duhet me thi. Po unë po e kresë njeriu që ka bërë. Do më thonë, semaforin e respektoj, ama namazin e sabajt nuk e respektoj. Urdhër semafori e mu respektu, urdhër sabajt mu falë. E pse njënën e ban tjetën se ban? Njeriu që ka ban. Do më thonë, gjithë qka që më thotë rregulli ligji, mundo me që unë vend se frigohem se du të me paguj dënim, ama ligji që më thotë në Kur'an, anashkalloj, ose hiç nuk e besoj. Për atë shkak, dy grupet e njerëzve janë botë, ata që besojnë, besimtar, mu'minin, edhe mohues, kafiri. Të ndërshëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala me një ajet tjetër thotë: "Wa hadaynahu an-najdayn." Ne i kemi udhëzuar të di rrugët. Nuk ka njeri që nuk e di rrugën e mirë dhe rrugën e ligë. Ta keni parasysh. Për shembull, nuk mundesh me thonë valla unë e di të mirën, po të keqen nuk e di, ose të keqen e di, po të mirën s'e di. Nuk mundet. Do të thonë secili njeri e di edhe çka e mira, edhe çka e keq. Bile edhe fëmiu i vogël e din çka e mirë dhe çka është e keq. Edhe në fund thot Allahu në këtë ajetin e tij: "Wallahu bima ta'maluna basir." Gjithçka që ju veproni, Allahu xhaleshanu e shef. Edhe nuk mund ti ikni. Një hadith në lidhje me këtë ajet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë kanë me hinë në xhennet përpos ata që nuk dëshirojnë. Ato i kanë thonë: "Ja Rasulullah, a ka njeri që ka me refuzu xhennetin, s'ka me dëshiru me hinë xhennet?" Po, thot: "Men ata'ani dakhala al-janna", ai cili më respekton mua ka me hinë xhennet, "wa man asani faqad aba", ai cili më refuzon mua vetëm se e ka refuzuar hyrjen në xhennet. Do të thonë, kemi njerëz në këtë botë që e refuzojnë pejgamberin islam, nuk e besojnë. Bile mundohen me nënçmu, me nënvlerësu emrin e tij dhe veprën dhe punën e tij. E keni dëgjuar historinë e Nuhut alayhi salam me djalin e vet. Nuhu e ndërton anijen dhe Allahu e obligon që të futen në anije, të hipin në anije të gjithë ata që kanë besu. Edhe Nuhu i thot edhe djalit vetë, dhe të bashkëshortes vetë: "Hajde në anije, shpëtoni." Ata e djali mendje madh, krije lartë, jo, thot unë kam e hip filan kodrën, kam e shpëtu. Allahu dhe lëshanë thot: "Qale ja Nuh, innehu lejse min ehlik." Edhe Nuh e është mërzit shumë për djalin e vetë. Allahu thot: "O Nuh, ai nuk është nga familja jote. Innehu amelun gajru salih", sepse ai
është njeri që bën veprat liga. Edhe unë e kuptoj atë, të më thonë, baba e lidhja shpirtërore, emocionale. A më thonë, djali i baba, ama baba i thot, hajde tash, shpëtojna. Ajo, baba në kundërshton. Zotin një, plus tash babën di, gjithë çka kundërshton për një krye lartësi. Edhe pastaj Allahu të lëshon e fundos. Edhe vdes. Kush fitoi këtë rast? Fitoi Nuhu alayhis salam. Mirë po, të ndërshëm vëzër, ndonjëherë mendjemasia, kryelartësia na bën që të gabojmë. Ajeti i tretë, khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi. Allah subhanahu wa taala i krijoi qiejt e pastaj tokën me urtësi të përsosur, me urtësi dhe në formën wa sawwarakum, edhe në formën më të bukur, fa ahsana suwarakum. Edhe e boni, do me thonë, formën edhe të njeriut, po edhe gjithë shkaj që e ka kriju në formë bukur. Në po njeriu e ka kriju asë bukur, sa që sa të dush të regulloj e mo, vetëm se e prish. Sa të dush njeriu, merë njeriu, se të selin atë formën e vetë. E ki po tash njerëzit, mundohen, për shembull, me mund rejtës pak ma shumë, bon ma shumë prishën. Njoni busti, bandë më të dojë, njëri hundën ma të gjatë, ma të shkurt, ku e di unë, veshti, qka s'bajtë? Në më thonë, qka i vjen kjo, o Allah, ti më ke kriju mu, po s'ke dit me e bo mirë, që tash unë e po, hundën s'ma ke bo mirë, po e bëj ma të mirë, se mu një santin ma të gjatë, ma bukur më rejtë. Ja, gabim e kjo. Nuk mundët. O, sa të dush regulloje, vallahi nuk mundësh me regullu, se si e ka regullu, ose si e ka kriju Allah subhanahu wa taala. Wa ilayhi al-masir, edhe te Allahu është kthimi. Të ndërshëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala i krijoi qiejt dhe tokën. Mirë, për çka? Me qëllim urtësi dhe drejtësi, që të ketë drejtësi në këtë botë. Para çka e ka kriju qiellin dhe tokën, që të kenë nevojë, qielli ka nevojë për tokën, toka ka nevojë për qiell, ose toka më shumë ka nevojë për qiellin se sa e kundërta. Mirë po, njeriu për të dyat ka nevojë. Njeriu edhe për qiellin ka nevojë, edhe për tokën. Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër thotë: "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda", nuk e kemi krijuar qiejt dhe tokën, "wa ma bainahuma batila", edhe çka ka mes tyre kot. Po kanë domethënie, e kanë dobi. Ki bodi ec, edhe shef një kodër atje, këtë guri. Ec edhe pak një kodër ndryshe, një mal ndryshe. Pse? Se secili mal dhe kodër e ka rëndësinë e vetë. Ne ndoshta s'kemi arrit ta kuptojmë, ama nëse hin lexon edhe studion në aspektin shkencor, gjithçka që Allah e ka kriju e ka vendin e vetë dhe domethënien e vet. Dhe alhamdulillah që është ashtu. Që po ka vende ato kodrat e mëdha, malet e mëdha me kilometra. Pse? E mbajnë baraspeshën e botës. E mbajnë baraspeshën e botës. Ndonjëherë, shembull, ne ecëm e them, pse këto shteti, shembull, nuk e ka bo urë këto, pe e ka bo tunel. Du tash me atë mendën tonë, po, ose pse e ka bo kështu, pse ka bo. Ama në kur tani, fillojsh ta studiosh, derë që qatë kodër së mundesh me e prish. Para çka du të me bo tunel. A mundesh me e prish me bo rafsh, po mundesh, ama nuk ban me e prish. Nuk ban me e prish. Pse se baraspesha pastaj problematizohet. Do më thonë, gjithë çka që Allah ka kriju në formën më të bukur. Ne duhet veç me thonë, o Allah faleminderit. Me madhuru Zotin dhe me falemderu Allah subhanahu wa taala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, Allahu xhaleshanuhu ja u ka dhënë formën ta. Gjithë çka që ka kriju e ka dhënë formën e bukur dhe e bori formën tonë njeriu më të bukur.
Dhe më thonë, ka bukurin botë. Njeriu e merr veç, çfarë zogove sa I bukur, çfarë krijese, çfarë kaprolli. O mos u habit se ti më I bukur se kaprolli je. Se dhe njëra habite me në duket ku e ti unë, është Shqiponja, mundet me të duk më e bukur se vetveja. Njeriu krijesa më e bukur në botë. A jam I qartë? Po në me, ka krijesa të shumë bukur, apo? Ama njeriu është krijesa më e bukur në botë. Thot, fi eji suratin ma sha'a rakkabak, me një e tjetër, Allah thot, në çfarë do forme që të dëshiroi, Allah Gjeleshanu e krijoi dhe e formsoi dhe ja dha formën njeriut. Edhe të gjithë Allah subhanahu wa taala do të kthejë. Një hadith në lidhje me këtë ajetin e tretë, Allah Gjeleshanu thot, inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allahu është I bukur dhe e don të bukur. Në drejtën vëzë ajeti 4. Ya'lamu ma fi s-samawati wal ard. Allahu Gjeleshanu e din çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Wa ya'lamu ma tusirruna. Dhe Allahu Gjeleshanu e di atë që ju e mshefni, wa ma tu'linun, edhe atë që e bëni haptazi. Wallahu alimun bi dhati s-sudur. Edhe Allahu Gjeleshanu e din atë që e keni çtu ngraharor brenda në zemër. Unë nuk e di tash për ju çka mendoni. As ju që nuk e dini për mu që ka mendoj për apo sa që e tham. Ama Allah Gjeleshanu e din si cilin prej nesh, si që ka këto dhe që ka mendoj. Ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Djetarët këta jetë, thot Allah Gjeleshanu e di që ka konë qiej. Për shembull yjet. E dini sa yjeve janë. Në diçka shofim, diçka dim, diçka kemi studiu në aspektin shkencor. Ama Allah Gjeleshanu ka dituri absolute mbi atë që ndodh atje. Kafsh. A mundet me ta dhoni një numër për shembull sakt sa lop janë në botë? Ndoshta ka një numër parafërsisht, mirë po 100% nuk mundet me ditë. Allahu e di. Mirë po, hajde lop të shembull kontrollohen, që janë shtëpiak. Po ato kafshët e maleve dhe fushave, kafshët e egra, kush e din se? Allahu Gjeleshanu e di. Gjethe, se tash, që, ka pranverin. Po kur vjen vjesht ato gjethe që bjen, kush e di sa gjethe ka rana atje? Allahu Gjeleshanu e di. Wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha. Nuk ka mundësi me ra një gjeth dikun, Allahu mos me di. Edhe këtë di. Por atë çka ya'lamu ma fi s-samawati wal ard, Allahu e din atë çka ka në qiell dhe në tokë. Të ndërsa vëllezër, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allahu Gjeleshanu e din atë që ne fshehim dhe atë që e shfaqim haptazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot innakum lan tukhlifu Allah tebaraka wa taala. Ju nuk mund të fshiheni nga Allahu subhanahu wa taala. Është e vërtetë. Mundohemi, ne ndoshta mundohemi, ama harrojmë. Harrojmë dhe gabojmë kur mendojmë se e kena bërë diçka Zoti nuk e di. Ja, Zoti e di. Ne mundim më mshef nga njerëzit, që është normale më mshef nga njerëzit, mirë po nga Allahu Gjeleshanu nuk mundesh. Nuk mundesh më mshef se Allahu ku do të shkon shef. Wallahu alimun bi dhati s-sudur, dhe Allahu Gjeleshanu e din çka ka në zemrat tona. Të ndërshëm vëllezër, në fundit se cila punë bëhet me një jetë. Nëse e keni jetën e mirë, edhe nëse e gabon, Allah e fal. Nëse e keni jetën e keq, çtu në zemër, vallahi në me e bën mirë, Allah Gjeleshanu nuk ta pranon. Munafikët në Medinë, komandanti i munafikëve dyftyrshëve ka qenë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Për shembull, kur e kanë vendosur me shkon luftën e Uhudit me 300 vetësh kthi. A me ma shumë njerëz. Do më e ka tradhtu. Edhe sahabët thonë, ja Rasulullah. Thot, po e diune që ajo munafik edhe të tjerë. Ama nuk mund me bëu diçka se ka marrë kohë kanë me thonë Muhamedi a.s. I vrajti shokët e vetë. E di ne tash si ndrojmë histori të ki pa. Për shembull, ne kena histori këtu të ne që Allah janë njerëzit gjallë.
Edhe mundohemi duke qenë njerëzit gjallë me vandru historinë. Para mendoj e pas 1000 vjetëve. Edhe ka pas munafik në Medine që e kanë bon veprën, mirë për nuk e kanë bon fisibilillah. Apo, e kanë falë namazin për si e faci. E kanë dhënë zekatën për si e faci. Mirë për kur ka ardhur koha, me bon diçka të madhe për fe, atë e kanë të rrethu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajeti 5 ndërshëm vëllezër, alam ya'tikum naba alladhina kafaru, a nuk të erdhi lajmi për ata që nuk besuan ose ishin qafira, fadhaqu wabala amrihim, ata e shijuan pastaj pasojën e asaj që nuk besuan edhe që nuk vepruan. Walahum adhabun alim, dhe ata njerëz do të kenë një dënim të dhëmshëm ose të dhimbshëm. Mirë, përpara cilët popuj ishin ata që ju erdh argumenti, mirë po nuk e pranuan, edhe Allahu dëshon i dënoi. Shembull populli Nuhit alayhis salam, popullin e Adit, popullin e Themudit, popullin e Lutit alayhis salam dhe popullin e Faraonit. Edhe tashne, edhe e lexojmë historinë, edhe e lexojmë ajetet, edhe pastaj hadithet, edhe prapë gabim. Qep, të zonë populli i Nuhit i pari. Ama këtë popull tjerë, kur e kanë ditë që Allah e ka dënu popullin e Nuhit, pse kanë gabuar? Ose atë tjetër, edhe ne u dhe. E dim që ka dënim për Zotin, po pse gabim? Shema shumë thjesht, të e di që shtetit dënon, pra pse gabim? Po që e gabove, po në do hinë merë dënimin tash me se gabove. A jam i qarë, si logikisht tash. Njeriu ashtu e njeriu. Ka dëshirë me shku ku e ndalume. Allah subhanahu wa taala na ka sjell shumë argumente në Kur'an që mu largun nga gabimet për ndryshe fadhaku wa bala amnin. Për ndryshe ata e shijuan pasojën e asaj që vepruan, dënimin. Thot me një ajet tjetër në surën Ankabut, Allahu xhaleshano fa kullan akhadna bi dhanbi. Secili njeri ne kemi dënu si pas gabimit që e ka bën. Walahum adhabun alim. Dhe ka adhabun adhim, dënimi madh, dhe adhabun alim, dënimi i dhimbshëm. As njëri as tjetri nuk e i mirë. As dënimi i madh, as dënimi i dhimbshëm. Të ndashëm vëllezër, sa i përket historisë që Allahu xhaleshano i ka përmend në Kur'an, Allahu xhaleshano thotë të dërgova wa fi adin idh arsalna alehim ar-rihul al-aqim. Adi janë populli i Hudit alayhis salam, mirë po Allahu xhaleshano thotë e për Adin ne u dërguam atyre erën shtërp, erën shkatruese. Keni po ka vende në botë që shumë erë rafrinë edhe me shtëpia, ishte dhe shtëpia të shkatron. Ndoshta të ne, se di nuk e mbaj mend që ka ndodhur këtu ne, ndoshta ju më të vjetë e bani mend, mirë po ka shtetin, ka vende në përbot që ato erat, ato tornadot, ato që sillen ato erat e forta, shtëpia të këtë shkatron. Dhe ajeti 6 ndërshëm vëllezër, por sot do të japim fund me ajetin e 6, Allahu xhaleshano thotë dhalike bi annahu kanat ta'tihim. Kjo ndodhi sepse atyre u vinin pejgamberët rusuluhum bil bayinati me argumente, sikur Muhamedi sa ka ardhur me argument me Kur'an, Musa sa ka ardhur me Tevrat, Isa sa me Injil, prap nuk kanë besuar. Faqalu e besherun jehdunena, edhe ata do me thonë, a mos na udhëzon neve një njeri i thjeshta. Para mendoj, populli i Musës i kanë thonë Musës, ti njeri i thjeshti je. Populli Adi i kanë thonë Hudit, ti njeri i thjeshti je. Populli Nuhit e Islam i kanë thonë, ti njeri i thjeshti je. Pejgamberi e kanë nënçmu. Isa sa po, nuk mundesh ti njeri i thjeshti je. Pse se ka pas mbretër në atë kohë, kur e kanë pajt mbretin, edhe këtë njeriu në thjesht që pejgamberin, ka thënë, ti njeri thjesht, ti nuk mundesh me ardh me kështu.
me kështu mohabete, me kështu. Fakafaru wa tawallaw, edhe mohuan e kundërshtuan u larguan nga pejgamberët, i nënçmuan, por Allahu dhe shanu ishte i pavarur. Wastagna Allahu wallahu ghaniyun hamid. Allahu dhe shanu pastaj secilin prej tyre e dënoi, edhe si popull, edhe një nga një. Çka thot Zoti në Kur'an? Të ndeshëm vëllezër, nuk ka popull deri tash, edhe më herët që ka qenë që si ka ardhur një pejgamber. Tashma, në këtë kohë, pejgamberi sami është i të njerëzimit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Krejt bota e ka Muhamedi sa. Kush do në beson, kush do nuk e beson. Më herët ka qenë secili popull e ka pas pejgamberin e vet. Por aska kanë qenë 124.000 pejgamber. Edhe pejgamberët janë mundu, mirë po populli, do njerë familja, atë që më nënçmon njeriu sa që ma shumë do njerë në familja nënçmon, e ka nënçmu pejgamberin se sa tjertë. Edhe çka i kanë thonë? A mos na udhëzon neve ndonjë njeri që është shumë i thjeshtë, ato kanë dashur për shembull, po, a do me mbo rreshti mu, mbana vau, ma sjell një general. Të ajtë më thote, rresht, gatitu, për ndrishtë të njeri thjeshti, sa të dush t'i fol në nuk rrim, gatitu. Në këtë aspekt i kanë nënçmu pejgamberët. Një hadith kutsi, thot Allah subhanahu wa taala, kur njeriu kërkon, ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, o robërit e mi, Zotit tash i thot, o ju njerëz, o robërit e mi, me qenë si i parë dhe i fundi prej jush, të ishin më të devotshëm, kjo nuk do të shtonte asgjë nga mbretëria ime. Këtë ju më bë musliman, Allahu nuk i lën rol. Po këtë ju më bë jo musliman, Allahu nuk i lën rol. Pse ata popujt më herët se kanë kundërshtu Zotin, Zoti s'ka humbë pas gjë, pa ata kanë humbë. Ajta marrim shembull i dhejtarët Mekë e refuzuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e nënçmuan, e persekutuan. Çka si bënën? Pse ata dojshin? Ti njeri i thjeshtë, thoshin, njeri i thjeshtë. Nuk mundesh ti me qenë mbret e kështu me radhë. Të ndeshëm vëllezër, me qenë se mundohemi të jemi të mirë, e jemi të drejtë, e të jetojmë paqe, e të jetojmë bashkë, duke ja falë gabimet njëri tjetrit, duke respektuar njëri tjetrin, kjo sa i përket për ne. Ama me qenë se e madhërojmë Allahun dhe Rëshanu, me qenë se e duam Allahun dhe Rëshanu, me qenë se e afrohemi të Zoti, edhe pse ata jemi ne, nuk mendojnë ndryshe, po pas madhërimit edhe falënderimin dhe Allah subhanahu wa taala mësamani. Inshallah Allahu në udhëzon, e të gjithëve së bashku në xhennet na son shifën e nesër ditën e xumës. Selam aleikum.